Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lutim së bashku liturgjinë e orëve, gjithsesi po lutim lutjet e mëngjesit. Sot është e njëjtë dhe jemi në javën e tretë të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Tash më kresh djel drejtësie, të qahet errësira mendjes, të kthej drita e virtytshme që mbi tokë për trinditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrën stipendimit, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendese jepna të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më e madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote, me të cilën ndri çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrir. Ty gjithësia e sendeve, të adhuroft Trini e mëshirshme, të përtrir me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Gjëra të mrekullueshme fliten për ty, o qytet i hyjit. Psalmi 87 rreshtat 1-7, Jeruzalemi nëna e të gjithë popujve. Themelet e tij janë mbi malet e shenjta, Zoti i do më shumë dyert e Sionit se të gjitha banesat e Jakobit. Gjërat mrekullueshme fliten për ty, o qyteti i hyjit. Po përmend Rahabin e Babilonin, ndër ato që më njohin, ja Filisteja, Tiri e Etiopia, edhe ato lindën atje. Për Sionin do të thuhet, të gjithë në të lindën, sepse e forcoi vet i Tetë Larti. Zoti do të shkruaj në librin e popujve, këta lindën atje, dhe duke hequr valle do të këndojnë, të gjitha burimet e mia janë në ty. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Gjëra të mrekullueshme fliten për ty, o qytet i hyjit. Antifona e dytë. Ja, po vjen Zoti me fuqi, me të është shpërblimi i tij. Kënga Isaias profet kapitulli 40 rreshtat 10-17. Bariu i mirë, hyji i Tetë Larti dhe i gjithdijshmi. Që Zoti hyji juaj po vjen me fuqi, zotron krahu i tij. Ja, me të është shpagimi i tij, e para tij shpërblimi i tij. Si bariu e kullot grigjen e vet, në dori merr qengjat, ngryk i mbart, e këqyr me kujdes pëllejat. Kush me grusht e ka matur ujtë e detit e me pëllëm për masat e qiellit, Kush e mati me babune pluhurin e tokës, e i peshoj me peshore malet dhe me kandar kodrat. Kush e drejtoi shpirtin e hyjit, ose si këshilltar i ka dhënë këshilla, Me kë u këshillua dhe e mësoj atë, ja mësoj udhën e drejtësisë, e thelloj atë në urtësi, ja tregoj udhën e dijes. ja, popujt janë një pik uji të kovës, çmohen si një kokur pluhur në peshore, sa një kokur pluhuri peshojnë ishujt. I bani është i vogël për turr të druve, fli shkrumbimi i zdalin kafshët e tia. Asgjë s'janë para tij të gjithë popujt, për asgjë e tytësi ai i mban. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ja, po vjen Zoti me fuqi, me të është shpërblimi i tij. Antifona e tretë. Lartësojeni Zotin hyjin ton, bini përmbys para tij. Psalmi 99 rreshtat 1-9. Shenjtë është Zoti, hyji ynë. Zoti mbretëron, le të dridhen popujt. Rrim mbi kerubin, le të trande toka. I madh është Zoti në Sion, i madhërueshëm mbi të gjithë popujt. Le ta lavdërojnë emrin tënd të madh e të tmerrshëm, sepse është i shenjtë. Mbreti i pushtetshëm e do të drejtën.
Ti ke caktuar ç'është e drejtë, gjyq e drejtësi ti i ushtron në Jakobin. Lartësojeni Zotin hyjin ton, bini përmbys para shtrojës së këmbëve të tij, sepse është i shenjtë. Mojsiu e Aronin ndër priftërinjtë e tij, Samueli ndër ata që thërrasin emrin e tij, e thërrasin në ndihmë dhe Zoti i dëgjon. Nga shtylla e res fliste me ta, i dëgjonin urdhërimet e tij, edhe ligjet që ua kishte dhënë. O Zot hyj ynë, ti i dëgjoje ata, o hyj, ti me ta ishe i durueshëm, edhe pse i ndëshkoje fajet e tyre. Madhërojeni Zotin hyjin ton, adhuroni në malin e tij të shenjtë, sepse i shenjtë është Zoti hyji ynë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lartësojeni Zotin hyjin ton, bini përmbys para tij. Leximi i shkurtër marr nga libri i Isaias profet, kapitulli 57, rreshti 17 deri 21. Për shkak të horjatisë së tij u zemrova. E godita dhe e fsheha fytyrën time dhe kundër tij u hidhërova, e ai u end udhës së zemrës së vet. I pash udhët të tia, por do ta shëroj e do ta kthej, do ta ngushlloj atë dhe ata që qajnë bashkë me të. Do ta vë fjalët e lavdit në buzët e tia. Paqe, paqe për atë që është larg e afër, thot Zoti, dhe do ta shëroj. Të paudhët janë por si deti me val që nuk di të qetësohet, valet e të cilit lym e balt vjellin. Thot hyji im, s'kan paqe të paudhët. Përgjigje e shkurtër. Paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd. Paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd. Të ndjekësh urdhërimet e tua është gëzim i vërtet. Për ata që e duan ligjin tënd. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Në qoftë se unë i nxjerr djajt me pushtetin e hyjit, atëherë me të vërtet erdhi ndër ju mbretëria e hyjit, thot Zoti. Kënga Zakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralemruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, si kurse premtoj ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoj etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapata në udhën e paqes, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. në qoftë se unë i nxjerr djajt me pushtetin e hyjit, atëherë me të vërtet erdhi ndër ju mbretëria e hyjit, thot Zoti. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti u shfaq si drita e botës, që të mos ecim në errësirë, por ta kemi dritën e jetës. Atin Zotin ton, ta lavdërojmë dhe t'i drejtohemi me lutje të përzemërt. Fjala jote le të bëhet dritë e këmbëve tona.
O Ati mirë, bëj që sot të përngjajmë Ty sa më shumë, në mënyrë që ajo që ka rënë në Adamin e parë të përtrihet në Adamin e dytë. Fjala jote le të bëhet dritë e këmbëve tona. Le të bëhet fjala jote dritë e vërtetë e këmbëve tona, në mënyrë që duke përhapur të vërtetën, të rritemi në Ty. Fjala jote le të bëhet dritë e këmbëve tona. Na mëso që për shkak të emrit tënd të veproj mirë, në mënyrë që kisha jote dita ditës ta ndriçoj sa më shumë familje njerëzore. Fjala jote le të bëhet dritë e këmbëve tona. Na ndihmo që me kthimin e sinqertë ta forcoj miqësinë me Ty dhe faje të bëra kundër urtisë dhe mirësisate të na falen. Fjala jote le të bëhet dritë e këmbëve tona. Ati ynë që je në qiell, u shetrofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Po të lutemi me përvujtri, o Zoti i mëshirshëm, sa më fort që afrohet e kremtja e shëlbimit ton, aq më tepër rritet në ne dëshira ta kremtojmë si duhet festën e Pashkëve nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.